Minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Të nderuar vëllezër dhe motra, kudo që duke na përcjellur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Po rikthehemi në programin tonë të Mejlisit të Sehanës prapë me Dr. Flamur Sofiun për të trajtuar temën e mëdhëbeve. Në programin e kaluar ne kemi folur rreth shkaqeve të paraqitjes së mëdhëbeve, kështu që sonte do të mundohemi të flasim rreth shkollave të njohura, pra juridike mëdhëbeve të njohura, dhe falenderojmë Dr. Flamur Sofiun i cili ka gjetur kohë që të jetë edhe sonte me ne. Dr. Flamur, mirë se keni ardhur. Cilat janë shkollat e njohura juridike? Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ba'd. Që në fillim duhet të përmendim se në zanafilën e parë të përhapjes së shkollave juridike islame apo të njohura si mëdhëbe, mund të qenë disa, jo vetëm ato që kanë mbetur të thomin në atë kuptimin të gjalla mesin tonë. Por me kalimin e kohës, disa nga shkollat juridike, disa nga shpjegimet e dietarëve shuhen për shkak se nuk kanë pas një pjesë e madhe dietarëve se kush mi trasua dhe kush mi shpjegue shpjegimet apo ijtihadin e tyre. Andaj në botën islame kanë mbetur 4 mëdhëbe të njohura të ehli sunne vel xhamaa, që janë mëdhëbi Hanefi, mëdhëbi Maliki, mëdhëbi Shafi'i dhe mëdhëbi Hanbeli. Pra këto 4 mëdhëbe kanë mund të jenë gjallë, të mbijetojnë kohës për shkak se ka pas kush me i përhap, ka pas nxënës të hoxhallarëve që i kanë shkruar shpjegimet e tyre, i kanë përhap librat e tyre dhe me vonë kështu ato mëdhëbe montash kanë mbetur deri në ditën e Kiametit si pasuri shumë e madhe e kulturës dhe jurisprudencës islame në botë. Me qenë se tema është e gjerë, atëherë sonte do të mundohemi të përkufizohemi në shkollën juridike hanefite. A mund të na tregoni se kush ishte Ebu Hanifja? Ebu Hanifja, radiallahu anhu, ishte njeri prej dietarëve të mëdhenj të kohës së vet që kishte lindur aty ka viti 80 Hijri, që ka pas shansën dhe mundësinë të takohet, të merr mësime, të merr hadithe, të merr njohuri fetare edhe nga disa sahabe dhe nga shumë tabiin. Kur thomi sahaba, është fjala me personat të cilët janë takuar me pejgamberin islam dhe konsiderohen gjerata e parë e muslimanëve. Kurse tabiinët janë gjerata e dytë mas sahabëve, edhe me ta është takuar Ebu Hanifeja dhe ka marrë mësime të shumta. Që do të thotë se kemi të bëjmë me një person i cili ka jetuar në kohën që quhet El Asru Dhahabi, që quhet koha e artë e muslimanëve, në kohën apo në 3 shekujt e parë të Selefus Salih. Andaj edhe Imam Ebu Hanifja bën pjesë në grupin e kohës të quajtur Selefus Salih, gjeneratat e para të cilat janë shembull dhe model për gjithë muslimanët. Ebu Hanifja rahmetullahi alayhi radiallahu anhu lindi aty ka viti 80 Hijri. Dhe emri i tij, kjo Ebu Hanifa është nofka e tij, kurse emri i tij i plot është Nu'man ibn Thabit, Nu'mani i biri i Thabitit, dhe në fillim ky ka ka pas një prejardhje prej një familje persiane, e cila familje ka marrë bekimin e Aliut radiallahu anhu, që për gjyshi i Ebu Hanifës përmendet në për libra, s'do të thotë se sa është e saktë apo nuk është e saktë, përmendet në për librat e fikut dhe historisë e Ebu Hanifës se gjyshi i këtij zuta është takuar me Aliun radiallahu anhu dhe Aliu radiallahu anhu ka bërë dua që ti Zoti t'i sjellë bereqet familjes së zutës, dhe kështu ka prej dietarëve që thonë se duaja Aliut radiallahu anhu është një prej shkaqeve që ndoshta Ebu Hanifja të jetë një person shumë i dobishëm, shumë i vyeshëm i kohës së tij dhe i pavdekshëm në aspektin e dijes deri në ditën e Kiametit. Ebu Hanifja rahmetullahi alayhi radiallahu anhu jeton në një periudhë kur çështjet politike në atë kohë ishin shumë trazuara. Ka jetuar kohën më të madhe të jetës në gjatë dinastisë
apo khalifatit e Emeliteve, dhe diku 10 vite apo 12 vite ka pas jetë që ka kaluar apo ka jetuar në kohën e kalifatit Abbasit. Dihet në atë kohë problemet politike kanë qenë shumë të mëdha, ka pas padrejtësi prej udhëheqësve të atërshëm, andaj gjithmonë janë munduar Ebu Hanifën si një emër i madh, si një person me dituri dhe njohuri të thella, kanë dashur gjithmonë ta afrojnë kat vetes me qëllim që ta shfrytëzojnë autoritetin e tij. Mirë po Ebu Hanifja, radiallahu anhu, ka qenë shumë larg pamës, e ka paku qëllimi dhe nuk ka pranuar asnjë post dhe asnjë detyrë që e kanë ofruar ata, bile për shkak të refuzimeve që ju ka bërë posteve të atërshëm. Përmendet se Ebu Hanifja është burgos dhe pak para se me vdek ka dalë prej burgut, vetëm e vetëm se nuk ka pranuar të jetë në pozitat e larta të shtetit që të mos shfrytëzohet nga Afrika, nuk ka pranuar nga Afrika se do të shfrytëzohet autoriteti i tij për të i kryer veprimet e padrejta prisit të atërshëm. Andaj Ebu Hanifja rahmetullahi alayhi është njoft si person shumë i devotshëm. Është njoft fillimisht si person i tërtisë, ka qenë një lloj biznesmeni në kohën e vet, edhe i cili është marrë me tërti, por normalisht kur ka filluar të merret me ilm, me dije, me shkencë, me fik, ka filluar pak të largohet prej tërtisë, mirë po ka pas agjentë vet që ja kanë kryer shërbimet në tërtin, biznesin e tij. Dhe kështu bota islame e njeh si person shumë devotshëm, shumë i përkushtuar, shumë i sinqert dhe shumë i aftë në analizat dhe shpjegimet e çështjeve fetare, qoftë në mbështetjet, në burimet shariatit, qoftë edhe në aspektin e mend logjik kur ka pas nevojë tipën përgjigje logjike, ka qenë shumë i njohur në këtë aspekt. Andaj si përmendëm, ka marrë dije, ka pas mundësi të takohet me sahabët, ka marrë dije prej shumë dietarëve, mirë po dietari më i njohur ku aty e ka marrë dhe fikun e rrënjët e fikut i ka marrë nga dietari Hamad ibn Abi Sulejmani radiallahu anhu, edhe që për këtë dietar gjithmonë Ebu Hanifja për këtë mësuesin e tij ka pas fjalë miradie, fjalë të mëdha, sa që shpesh ka thonë, po mungon mësuesi im Hamadi në zgjidhjen e shumë problemeve. Edhe është interesant Ebu Hanifja rahmetullahi alayhi, edhe ka pas shumë respekt ndaj këtij mësuesit, mirë po në një rast, në 60 mesele që është përgjigj Hamad ibn Abi Sulejmani, Ebu Hanifja ka thonë, mësuesi im i dashur, unë në 40 pika me ty pajtohem, por në 20 pika kam mos pajtime, edhe mos pajtimet që i ka shpreh Ebu Hanifja para mësuesit, mësuesi ka pranuar mendimin dhe shpjegimin e Ebu Hanifës. Andaj, me një fjalë, kontributi, angazhimi i Ebu Hanifës në shkencën islame është kontribut shumë i madh dhe për ato konsiderohet Imamul A'zam, imami më madhështor, më i madh i kohës, për shkak se ky për herë të parë i ka vënë zanafillat e metodat, metodologjinë e ijtihadit apo të mëdhëbit të tij, dhe për këtë nga ky ka marrë mësim të gjitha dietarët e tjerë që themelojnë mëdhëbe. Sa i përket anës private, jetës private, si të Ebu Hanifës, si të dietarëve të tjerë, është shumë interesant ata që janë marrë në jetën e këtyre dietarëve të ndaj, kur nuk janë lodh, nuk janë thelluar në jetën private të tyre, sa fëmijë ka pas, sa antar familjes, sa bashkëshorte këtu me radhë, me këto gjëra nuk janë marrë dietarë, andaj edhe neve nuk kemi ndërmend të përmendim anën private familjare të Imam Ebu Hanifës. Dihet që ka qenë i martuar, ka pas familje, ka pas fëmijë, por ajo që ne po fokusohemi është kontributi dhe puna e tij shumë e vlefshme, shumë e çmueshme, radiallahu anhu, që i kalon botës islame deri në ditën e Kiametit. Andaj me drejt mund të thoni se mëdhëbi Hanefi, që është krejtësisht thuajse i mbështetur apo i ka bazën te Ebu Hanifja rahmetullahi alayhi, ka marrë një përhapje më të madhe në botën islame. Është mëdhëbi më i përhapur në rrezullin toksor. Mas shumti është i përhapur normalisht në territorët e perandorisë osmane, siç ka qenë Turqia, Ballkani, Azia qendrore, kuptohet vendet Republikat Ish Sovjetike, Kirgistan, Tajikistan, Dagestan, s'po mund të përmend gjithë ato vende.
Këto janë Azia qendrore, të gjithë janë në mëdhëbin Hanefi, Pakistani, Afganistani dhe India. Sigurisht përhapja e mëdhëbit Hanefi në këto vende, përveç se ka qenë në ndikimin e Perandërisë Osmane, pasi që Perandëria Osmane kanë qenë mëdhëbin Hanefi, por ka qenë edhe si mëdhëb i cili është përshtat zgjidhjeve, problemeve dhe kulturave të huaja jo arabe. Andaj unë besoj se për këtë shkak ka marrë një hovë përhapjes më shumti në botë. Tjetra, Ebu Hanifja rahmetullahi alejhi, ai vetë nuk ka pas kohë, apo aty ka pas të mos nuk ka lënë një libër të shkruar, përveç disa broshurave të shkurta, mirë po e mira është nxënësit e tij, të gjithë ijtihadin, angazhimin, studimet e tia, shpjegimet e tia, fetvat e tia i kanë përmbledh dhe kështu ka qenë fati që sot ka libra me mija faqe të mëdhëbit Hanefit, e në veçantive qohën 3 nxënësit e Ebu Hanifës që vërtet edhe kanë shkruar gjithë angazhimin ijtihadin e Ebu Hanifës, por edhe vetë kanë dhënë shpjegime dhe mendime dhe kur marrin të lexojmë librat e Hanefitëve, sikur aty i kemi gjithmonë në pyetje Imam Ebu Hanifën, imamin kryesor, kemi 2 nxënësit kryesor, Ebu Jusufin radiallahu anhu edhe Muhammed Shejbani radiallahu anhu, por e kemi edhe Zuferin radiallahu anhu i cili kanë ndikuar shumë dhe kanë ndihmuar shumë në zhvillimin e fikut Hanefi. Andaj, fati ka qenë i Ebu Hanifës që t'i ketë të nëzonsa Ebu Jusufin dhe Muhammedin, e në veçanti Muhammedin, i cili ka përmbledh gjithë fikun e Ebu Hanifës shkruar në libër dhe i cili na e kalon trashëgimi neve deri në ditën e Kiametit. Andaj, është vërtet një person, një njeri radiallahu anhu, i vlerës madhe, ku të gjithë dietarët e kohës së tij dhe gjithë dietarët e sotit thuhet se të gjithë janë unanim se vërtet ka qenë dietar më madhështor i kohës që ka ekzistuar në fytyrë tokës. Pra ajo që përmendet dhe që shënohet në librat e jurisprudencës dhe thëniet e dietarëve për Ebu Hanifën, të gjitha ato vërtetojnë se kapacitetin e tij fetar ka qenë i jashtëzakonshëm dhe i pranuar nga të gjithë. Atëherë cilat janë karakteristikat apo metodologjia e Ebu Hanifës në nxjerrjen e dispozitave juridike? Çka e veçon atë? Para se të hyj të kjo desha të përmendi se Ebu Hanifja rahmetullahi alejhi radiallahu anhu ka jetuar deri në vitin 150 hijri. Domethënë mund t'i bjerë dikush 70 vite, dikush ka thonë 72 vite, ta dim që ka pas një mosh 70 vjeçare dhe vdes në Bagdad, pas daljes nga burgu, që o torturue në mënyrë pa drejt, vetëm se s'ka pranuar të bëhet marionet e politikës së tërshme dhe vdes dhe varroset në Bagdad dhe përmendet se ka marrë pjesë në varrimin e Ebu Hanifës me mira njerëz. Pra kjo, sa i përket burimeve dhe metodës që ka vendosur Ebu Hanifja në nxjerrjen e normave të shariatit, dihet se cili prej 4 mëdhëbeve bazë, burimin kryesor në mbështetjes së zgjidhjes së problemeve e kanë pas Kur'anin, librin e Allahut, i cili konsiderohet burimi kryesor në çdo mezheb prej 4 mezhebeve që janë, dhe është burimi kryesor i të gjitha jurisprudencave, i gjitha mezhebeve dhe dietarëve të Islamit. Pra Kur'ani është mbështetur në Kur'an, në fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Mandej si argument dytin parsor e ka pas hadithet e pejgamberit islam, sunetin e pejgamberit islam. Ebu Hanifja ka qenë shumë i përpik në marrjen, shpjegimin dhe sqarimin e haditheve. Ka qenë shumë i prerë që hadith mos pe kalohet. Zatën Ebu Hanifja është thuaj për të në 4 mëdhëbeve i vetmi i cili në mënyrë të prerë, pa bo asnjë refuzim, në mënyrë direkte i ka pranuar fetvat e sahabëve. Kur nuk ka dhënë mendim nëse ka pas mendimin e sahabëve. Është ajo ideja se Ebu Hanifja ka shkuar kundër
tekstit, qoftë ajetit apo hadithit, se ka përdor vetëm mendjen, ka përdor logjikën, ajo bie poshtë në këtë aspekt, për shkak se ka qenë shumë i përpikt në marrjen e ajeteve kuranore, mos thyrën në argumenteve as kundërshtimin kurrë të Kuranit apo të hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, por edhe kjo që e vërtetë më tepër është, shiqoni, është i vetmi prej 14 mëdhëve që në mënyrë të prerë, pa diskutime, e pranon fetvan e sahabëve dhe kur nuk jep mendim të vetin nëse ka mendim të sahabëve. Ndërsa ka ardhur koha për tabiinët, gjerata e treta quaj, gjerata e dytë falni, mas sahabëve, atëherë ka thonë, ata janë burra, ne jemi burra, ata janë njerëz, ne jemi njerëz, ka pas për qëllim se jemi një moshe, jemi një kohë, ata kanë mendim, edhe ne kemi mendim. Kurse për sahabët ka pas një respekt veçantë dhe dihet në studentën islamit qëtësisht, në metodologjinë usulifik, dihet shumë mirë se Ebu Hanifja është njëri prej atyre që i ka pranuar fetvat e sahabëve. Me këtë do të thonë që asesi mos mendohet se Ebu Hanifja e ka anashkaluar hadithin, ka anashkaluar fjalët e sahabëve. Jo, Ebu Hanifja ka avu kritere, ka pas metodën e vet shumë prej të qartë kur dhe si me pranue argumentin nga hadithi ose nga cili do burim qoftë. Ka qenë shumë i fuqishëm në vendosjen e kritereve të pranimit të hadithit në mënyrë të veçantë. Dhe asesi nuk guxojmë me mendue se i ka dhënë përparësi kiasit, që do ta shohim që ka si burim analogjisë juridike islame, që është burim kiasi, është burim i të gjitha mëdhëveve islame, të gjitha kanë si burim, andaj me drejt quhet Kurani, Suneti, Ixhmai, konsenzusi mujtahidëve edhe kiasi konsiderohen 4 burimet e shariatit me të cilat të gjitha mëdhëbet janë unanim se janë burimet e shariatit. Mirë po, ajo që theket e Ebu Hanifja, rahmetullahi alaihi, i cili ka jetuar edhe në rrethana jo vetëm arabët, ka jetuar edhe me njerëz jo arabë, cilët kanë pas kultura ndryshe, kanë pas nevojë për shpjegime të tjera, andaj për këtë veçohet mendimi i Ebu Hanifës në aftësi të tjera të mëdha. Për shembull, Ebu Hanifja ka vendosur rregulla për me pranu hadithin ahad. Edhe nëse është i saktë hadithi ahad, kemi me pas edhe Imam Maliku ma vonë të shpjegojmë, edhe Ebu Hanifja radiallahu anhuma, që të dy kanë vendosur rregulla për me pranu hadithin ahad, pavarësisht që është i saktë. Nëse si plotëson kushtet, në pranimin, në argumentim, nuk e kanë marrë si argument. Për shembull, as Ebu Hanifja, as Imam Maliku nuk e kanë marrë një hadith, që Imam Maliku e kanë muvatta hadithin, mos mendoj dikush se si ka marrë hadithi, se ekziston një ide, jo po këti si ka marrë hadithi, e ne edhe në shekullin 22, 21 falni, na pas kanë marrë gjithë hadithet me. Ajo është logjik s'ka. Hadithi i ka marrë Ebu Hanifës. Por, çka ka qenë çështja? Ka vendosur kritere. Për shembull ka thonë, për me pranu hadithin ahad, duhet hadithi ahad mos me ardhë në kundërshtim me rregullat e shariatit. Kur thonë rregullat e shariatit, kemi të bëjmë me një rregull e cila bazën burimin e ka komplet, prej Kuranit dhe Sunetit. Edhe gjithë dietarët unanim se ajo rregull është bazë e shariatit. Për shembull, është një hadith të cilin edhe Imam Maliku, edhe Imam Ebu Hanifja, si shembull po e përmendit, ka thonë pejgamberi islam, po shkoj direkt në shqip, mos i leni devet, delet, baktit, pa i mjell, me qëllim që të mlidhet qumshin to, edhe me e lakmue blesin që ne e ble, me një farmyra me bon mashtrim në shqitje. Edhe në fund ka thonë, nëse e merë delen, lopën, deven e blen, ka mundësi me këthyje, nëse nuk del realisht ashtu çfarë është shpjegue cilësia asaj kafshe, ka drejt me këthyje, por kur ta riktheje, thotë se nuk ka dalë si duhet deveja, apo lopa, apo delja, kur ta ktheje, ka thonë sa anin e tëmrin me këthyje dhe një sa, një gjysmë kile hurmë. Tashti, Imam Maliku, edhe Imam Ebu Hanifja, rahmetullahi alejhima, të dy, këta nuk e kanë pranuar me marrë si argument hadithin. S'kan thonë hadithi jo të vëshëm, nuk kanë thonë hadithin e ka shpif dikush, jo, hadithi ekziston. Nëse mendohet se si ka marrë hadithi është muvatta e Imam Malikut. Po se ka përdorur, pse? Se kanë thonë vjen kundërshtim me rregullën e shariatit, inna matlafa shay'in
indama yukramu mithluhu in kana mithliyan wa qimatuhu in kana qimiyan. Kjo rregull është shariat. Nëse diçka dëmtohet dikujt, i kthehet i njëjti mall që dëmtohet. Nëse s'ka mundësi mu kthy i njëjti mall, kthehet vlera e mallit. E tash kur morëm hadithin e pa, ai ka përdorur qumshin e devës, ka kthyer si kompenzim hurma. Kanë thonë, ne nuk e marrim këtë hadith, se vjen kundërshtim me rregullën e fesë që kërkon ose i kthehet qumshi, ose i kthehet kundër vlera e qumshit, atij që ja ke përdorur kafshën apo qumshin ose kafshën që ke përdorur disa ditë sa e ke rikthyer. Pra në këtë arsye do të them, jo që nuk ka ndonjë hadithi, jo që e kanë refuzuar hadithin, por kanë vu kritere. Edhe aty ku ka vu kritere, ajo është ijtihadi i tyre, edhe ijtihadi i mujtahidëve, nëse ja qëllojnë ka dy shpërblime, nëse gabojnë ka thonë Resulullah e ka një shpërblim. Andaj mos mendohet asesi se i ka dhënë mendjes së parsi, por realisht kanë vu kritere për njohjen, për pranimin e një hadithi si argument. Mandaj përveç këtyre katër burimeve që janë të njëjta, Kurani, Suneti, konsenzusi i mujtahidëve, i dietarëve të mëdhenj, kiasi, analogjia e saktë juridike, edhe te Buhanifja ka dhe burime tjera, sikur të mëdheve tjera, ka burime të quaj dytësore. El-edille, el-mukhtelefu fiha, janë argumente në cilat dikush si pranon, por e Buhanifja ka qenë i veçuar me burimin e shariat që është quajtur el-istihsan. Është një lloj preferencë juridike, që ne nuk kemi ndërmend të shpjegojmë çka është ky burim, mirë po me anë të burimit shumë zgjidhje dhe shumë probleme kur janë ngushtuar zgjidhjet, probleme ku kanë pas ngushtim, s'ka pas zgjidhje, me anë të istihsanit janë gjithë zgjidhjet të bazuara krejtësisht në Kur'an, në Sunet e janë mendje. Edhe istihsani është një prej burimeve dytësore që bazohet në Kur'an dhe Sunet për të bërë diçka istihsan për me gjetë një zgjidhje. Andaj, nëse shohim fikun Hanefi edhe fikun e ulemave tjerë, kemi pavarësisht ka përmendur emrin istihsan, e përdorin metodën e tij në gjetjen e zgjidhjeve kur mbyllen rrugët, istihsani gjen zgjidhje. Andaj ky burimi i njohur si preferenca juridike si istihsan është shumë i përdorur, shumë i njohur në shumë mesele, në shumë çështje të fikut Hanefi, edhe të mëdheve tjera po ashtu. Urfi, te Buhanifja ka qenë një prej burimeve shariatit urfi, që ne mund të thomi zakoni, adeti, tradita që ka qenë e njohur në mesin e popullit, mirë po me kusht që ai urf ka disa kushte, po kushti parsor që e ka përdor ka qenë asesi kushti me ndesh, me parimet, me rregullat e Islamit, dhe kur ka qenë një zakon, një adet që nuk është ndesh me parimet kuranore ose me hadithin e pejgamberit sallallahu shkurt, nuk është ndesh me burimet e shariatit, urfi ka qenë bazë si burim i shariatit që e ka përdorur në zgjidhjen e shumë problemeve. Andaj, me të drejtë thuhet e Buhanifja ka qenë dietari i veçantë që Allahu xhaleshanuhu e ka veçuar me dije, e ka veçuar me humanizëm, ka qenë shumë humanitar, e ka veçuar me asketizëm, ka qenë shumë i devotshëm, shumë asket i madh, dhe në këtë mënyrë ne e njohim dhe dëshmojmë se vërtet kalon punë të madhe, inshallah Allahu xhaleshanuhu e ka shpërbyer ata dhe gjithë njerëzit me xhenet. Si duket edhe në kohën e vet e Ebu Hanifës ka pas aty këtu paragjykime që është përmend se ka anashkaluar hadithin dhe ai vetë thotë se idha sahha al-hadith fa huwa madhhabi, kur vërtetohet saksi hadithit ai është edhe domethënë madhhabi im apo rruga ime. Megjithatë doktor Flamur ai i përmendën nxënësit e tij të njohur Imam Muhammedin dhe Jusufin. Ne kur lexojmë në literaturën e fikut gjejmë edhe divergjencën mes Ebu Hanifës dhe nxënësve të tij. A mund na shpjegoni se si ka ndodhur, cilat janë shkaqet që kanë nganjëherë mendime të ndryshme? Mos thoni nganjëherë, por ka të thuaj shpesh kanë mospajtime nxënësit e Ebu Hanifës. Herë na ndodh. Imam Ebu Hanifja edhe Imam Ebu Jusufi kanë një mendim, Muhamedi ka mendim veti. Herë ndodh Muhamedi dhe Ebu Jusufi kanë një mendim, Ebu Hanifja kanë veti. Po dhe na ndodh, të tjerë kanë një mendim, Zofiri rahimullah,
intereson të shumë shpesh ka mendimin e vetë. Këto kanë ndodhur këtë në mënyrat dhe format se si kanë argumentuar. Edhe arti është interesant që edhe Ebu Hanifa sa ka qenë gjallë, kur ka pas mas pajtimi me ndoshtë të vetë, nga njerë ka ndryshu mendimin, shkaki se e ka pas se Imam Abu Yusufi dhe Imam Muhamedi e kanë matë qartë ose matë qëllim mendimin. Andaj, gjithmonë me dhebin Hanefi përmendet, ka thonë Ebu Hanifa, kanë thonë dy imamët. Ka prej djetarëve Hanefi që kanë thonë se kur barazohen këta dy me një bon, vetë Ebu Hanifa ka mendimin, këta dy djetarët kanë mendimin vetë dhe bon si kur një mendim. Mirë po kur vjen edhe mendimi i Xuferit ka mundësi me e përshua edhe kështu në librat e fikut Hanefi do të gjojnë kësi shpjegime, por këto kanë qenë edhe jonë t'i qujmë me një fjalë komplete një lloj mrekullie e fikut. Ka qenë mrekulli këtë mendime, divergjenca, mos pajtime mes këtyre hoxhallarëve të mëdhenj, mes nxënësve dhe mes mësuesit. Mirë po gjithmonë normalisht është shkuar ajo që fjala bazike ka qenë e Ebu Hanifës, el-mufta bihil qawl, mirë po nganjëherë ka mundësi që merret mendimi i nxënësve të Ebu Hanifës, varet pjesëtanave dhe zgjidhjes së problemit në fik. Atëherë mund ta përfundojmë këtë duke thënë se nuk është çdo herë në qendër vetëm teksti, pra veçhul edile, mirë po është më rëndësi të veçantë edhe veçhul delale, do të thonë konteksti ose forma e argumentimit. Mendoj se kjo edhe ka qenë ajo që kanë patur mendime të ndryshme. A mund të na thoni çfarë do të thotë kjo për ne për ditën e sodit? Kjo forma e dallimit mes tekstit dhe formës së argumentimit. Kjo është çështje e mujtehidëve, kjo është çështje e ulemave ose dietarëve që ata të merren me këto problematika. Neve si ta quaj si masë e përgjithshme, si popull, si ummet, që nuk kemi specializuar në to lami, neve na mbetet vetëm mi ndjek mendimet e tyre. Por ndryshe nëse ne tentojmë me boksi veprime, mund të kemi shumë gabim, mund të bëjmë dom dhe mund të mendojmë se kemi hadithin e saktë para vetes, mirë po në mënyrën e argumentimit e kemi shumë gabume, e kemi gjë të tillë, nuk e lejuam, andaj për këtë kërkohet që ne të kthehemi më së pari në shpjegimet e mujtehidëve, ulemave, dietarëve të mëdhëve, e mandej të shohim gjëra të tjera. Me një fjalë, masa e gjerë, populli, xhamati nuk kanë çka hyn këto tema, post që e ndëgjojnë dhe e ndjekin më vetë. Atëherë, doktor Flamuri, ju falenderojmë për këtë çështje që bëhet për Ebu Hanifën dhe mëdhëbin e tij. Kanë folë burra dietarë të mëdhenj për ta dhe shpresoj që edhe ne mos i kemi hyrë në hak, mirë po qëllimi jonë është që sa të pak të dëgjuesve t'ua paraqesim apo t'i informojmë rreth personalitetit të Ebu Hanifës dhe mëdhëbit të tij. Atëherë të dashur vëllezër dhe motra, ju falenderojmë edhe një herë për shikim dhe shpresojmë që të takohemi në emisionet të tjera duke trajtuar edhe mëdhëbet të tjera të radhës. Deri atëherë, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.